Well, the discipline that I am going to talk about today Disiplina për cilën unë do flas sot is a discipline of fasting and prayer. është disiplina e agjërimit dhe lutjes. This is a crazy thing for me to be talking about. Kjo është një gjë shumë e çmendur për mua që ta trajtoj, një temë As a discipline in my life. si një disiplinë në jetën time. Because I have never fasted and prayed together until 2 months ago. Sepse unë nuk kam agjëruar apo kem lutur, ti bëj të dyja këto gjëra bashkë deri 2 muaj më parë. I thought fasting was for other people. Mendoja që agjërimi ishte për të tjerët. The real spiritual people. Ata njerëzit vërtet shpirtëror, Ones who loved Jesus deeply, and I love Jesus, but not enough to fast. ata njerëzit që e duan Jezusin shumë thellë, dhe unë e dua Jezusin, po jo aq sa të agjëroja. And I've learned some things about fasting. Edhe kam mësuar disa gjëra për agjërimin. And understand, Christians are not the only ones that can do fasting. Edhe ne e dim që të krishterët nuk janë të vetmit që mund të agjërojnë. Almost every religion in the world has some religious activity of fasting. Çdo fe në botë, çdo besim në botë ka një traditë ose një praktikë agjërimi. But Jesus wanted us to understand that fasting is very personal. Por Jezusi donte që ne të kuptonim që agjërimi është shumë personal. Jesus said, when you pray, go to your closet. When you fast, go away from people. Jezusi tha, kur doni të luteni, futuni në dhomën tuaj, kur doni të agjëroni, largohuni në vetmi. So, what I am about to share with you Prandaj ajo që do ndaj tani me ju, is my personal journey është udhëtimi im personal with fasting and prayer, me agjërimin dhe lutjen, and my hope and my prayer for you dhe shpresa dhe lutja ime për ju is that it can be a part of your life. është që të mund të bëhet pjesë e jetës suaj. You know, we know most often people say fasting is not eating food. Tani ne e dim që të shumtën e rasteve njerëzit thonë që agjërim do të thotë të mos hash ushqim. And for me, that is my story. Edhe për mua kjo është historia ime. But there may be other ways you need to fast. Por mund të ketë mënyra tjera që ju keni nevojë të agjëroni. There may be other ways you need to set yourself apart so that you can focus on God. Mund të ketë mënyra të tjera se si ju mund të veçoheni me qëllim që të fokusoheni tek Perëndia. Many churches today do fasting, Shumë kisha sot bëjnë agjërimin, but it's not usually food. po zakonisht nuk është ushqim, It's fasting from this, është agjërim nga telefoni. putting it aside Ta vendosësh telefonin diku, so you can focus on God. që të mund të fokusohesh tek Perëndia. So I want to share with you my story. Kështu që dua të ndaj me ju historinë time. In March, my church is doing a study through the book of Joshua. Në mars kisha ime filloi një studim në librin e Josueut. And as we were doing this Bible study, we came to Joshua 6. Edhe ndërkohë që po bënim këtë studim, arritëm tek Josueu kapitulli 6. And Joshua 6 is where God tells the children of Israel to march around the walls so that the walls of Jericho will fall. Edhe te Josueu 6 është historia kur Perëndia I kërkon popullit të Izraelit që të vi përreth mureve të Jerikos që ato të rrëzohen, e të lutet përreth mureve të Jerikos. And what God was asking of them was to be obedient, Ajo që Perëndia po kërkonte atyre ishte që të ishin të bindur, to walk around the walls. të ecnin përreth mureve. For 6 days, one loop. Për 6 ditë nga një rrotullim të plot. But on the 7th day,
Por në ditën e 7, 7 times around. 7 rrotullime. And when the trumpet blew, Dhe kur borit filluan, the people shouted, njerëzit bërtitën and the walls came down, edhe muret e Jerikos ranë. and they went into Jericho, the city God had promised they would conquer. Edhe ata hynë në Jeriko, që ishte qyteti që Perëndia u kishte premtuar që ta fitonin. So I'm doing this devotion, Kështu që unë po bëja këtë studimin, and they asked the question, edhe ata më bën pyetjen. what wall in your life do you need God to remove? Kush janë muret në jetën tënde që ti ke nevojë që Perëndia ti rrëzoj? What wall is keeping you from the Jericho God offers on the other side? Kush është ai muri që po të pengon ty nga Jeriko që Perëndia ka për ty në anën tjetër të tij? And immediately I knew what my wall was. Edhe unë e dija menjëherë kush ishte muri im. It was my physical health. Ishte shëndeti im fizik. I've always been big, Kam qenë gjithmonë i madh, sometimes bigger, ndonjëherë më i madh, po thot fizikisht, sometimes bigger than that, ndonjëherë edhe më i madh se aq. but never small. Por asnjëherë nuk kam qenë i vogël. What I realized was God wanted me to focus on my physical health. Ajo që kuptova është që Perëndia donte që unë të fokusohesha në shëndetin tim fizik. And it was a very real experience of the Holy Spirit moving in my life. Edhe ishte një përjetim i vërtet i frymës së shenjtë që po lëvizte në jetën time. And so I knew God wanted me to have a Jericho on the other side of the wall. Unë e dija që Perëndia donte që unë të kisha një Jeriko në anën tjetër të murit. So in my life, when God offers me something, I try to take shortcuts. Por në jetën time, kur Perëndia po më ofron mua diçka, unë përpiqem t'i bie shkurt. I try to find a way through the wall. Përpiqem të gjej në një mënyrë përmes murit, Or I try to find a way over the wall. ose ta kapërcej murin. But God wanted to remove the wall, Por Perëndia donte ta rrëzonte, to ta largonte cause the murin, wall to fall. ta rrëzonte murin. But I had responsibility in that. Por unë kisha përgjegjësitë e mia në këtë proces. God asked me to do something. Perëndia më kërkoi mua të bëja diçka. Just like he asked the children of Israel to walk around the wall, Ashtu siç I kërkoi Izraelit, popullit Izraelit që të ecte përreth mureve. he told me the Jericho of a healthier life is on the other side of the wall. Ai më tha Jeriko I një jete më të shëndetshme është në anën tjetër të murit. And God told me, I want that wall to fall, Edhe Perëndia më tha, unë dua ta rrëzoj atë mur, but you have discipline to do in your life. por ti duhet të kesh disiplinë në jetën tënde. So what I realized that God had convicted me of something that was keeping me from the best he had offered for me. E kuptova që Zoti më kishte bindur për diçka që po më pengonte dhe po mbante larg asaj që ai kishte për mua, më të mirës për mua. And so on that day, I was convicted Kështu që atë ditë unë u binda and I repented. dhe u pendova. I turned away from how I was living my life to turn towards the direction God wanted me to go. I ktheva shpinën në mënyrë se si e kisha jetuar jetën time deri në atë moment dhe u ktheva në drejtimin që Perëndia donte që unë të shkoja. And so the first thing that I understood was God wanted me to fast. Gjë e parë që unë kuptova është që Perëndia donte që unë të agjëroja. I was almost 62 years old and a Christian since 1996, and I've never accomplished a fast.
Unë isha 62 vjeç, besimtar që në 1996 dhe asnjëherë nuk isha agjëruar. I would start it, E filloja agjërimin and when I got hungry, dhe kur më merrte uria, all of a sudden I didn't do it anymore. krejt pa pritur ndaloja agjërimin. Over and over again. Vazhdimisht e vazhdimisht. Paska si ne. I never accomplished a fast Asnjëherë nuk përmbusha një agjërim, because I thought it was a way to lose weight rather than a way for me to honor God. sepse mendoja që ishte një mënyrë për të rënë nga pesha, më shumë se sa një mënyrë për të nderuar Perëndin. There have been many times I thought, oh, I will use a fast to begin to lose weight. Sepse shumë herë mendoja, do filloj një agjërim që të bie çik nga pesha. But fasting is something God uses to teach us dependence on Him. Por agjërimi është një mënyrë se si Perëndia na mëson ne që të varemi nga ai. And so I put in my mind 24-hour fast. Kështu që vendosa në mendjen time, agjërim 24 orë. But I created a plan. Por bëra një plan. See, remember what God told Joshua. E mbani mend çfarë Perëndia I tha Josueut? God told Joshua to tell the priests and all to walk around the wall one time per day. Perëndia I tha Josueut që t'i thoshte popullit dhe priftërinjve që të esin rreth mureve të Jerikos një rrotullim rreth të plot për një ditë, në ditë. God gave them the plan. 6 days, one time around. On the 7th day, 7 times around, and the walls would fall. Pra Perëndia ju dha një plan, një rrotullim të plot çdo ditë dhe në ditën e 7 rrotullime. And so God said, here's the first time around the wall. Edhe Perëndia më tha, kjo është hera e parë që do kalosh përreth gjithë murit. And that was a 24-hour fast. 24 orë agjërim. Now, if you're thinking about doing fasting, Nëse po mendon për të bërë agjërimin, you can do like I did. mund ta bërë siç e bëra unë. I ate lunch one day Hëngra drek një ditë, and not at night and Nope. not breakfast and lunch again the second day. nuk hëngra darka të ditë, nuk hëngra mëngjes ditën tjetër dhe drekën you ate lunch. I ate lunch And you ate and lunch then again. ate lunch again Po, the next hëngri day. drek dhe pasaj drekën tjetër ditën tjetër. What God taught me Ajo që Perëndia më mësoi, was number one, I could do a fast, së pari ishte unë mund të bëja një agjërim të plot, but He also taught me create a plan. por edhe më mësoi bëj një plan. Create a plan to accomplish the goal of getting healthy. Bëj një plan që ta përmbushësh qëllimin për të qenë I shëndetshëm. So the first thing He taught me was I needed to surrender. Pra gjë e parë që ai më mësoi është që unë duhet të dorëzohesha. Surrender is creating the plan. Dorëzimi është ta ndërtosh planin. It is dedication to creating a way to accomplish what God wants to happen in my life. Është përkushtimi për të ndërtuar një plan drejt asaj që Perëndia do që unë të kem në jetën time. God wants all of us to be thinking about, God, how do I get to the Jericho that you have offered me as a follower of you? Perëndia do që ne të gjithë të mendojmë për një plan edhe të themi atij, Zot, si do ti që unë të arrij tek Jeriko, tek ajo gjëja e mirë, plani që ti ke për jetën time.